E falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që I besova për 6 vjet me radhë. Dhe I uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton. Në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe I kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, I kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti I pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe të jeni të sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj, në territorin e pavarësisë së pushtetit të pavarur ekzekutiv dhe legjislativ. Pushteti këtu buron nga vota e popullit. Dhe kjo për mua ishte dhe do jetë e patolerueshme sa t'jem unë këtu në këtë detyrë. Të dashur deputete, besoj isha po aq I qartë sa që është I qartë dhe raporti I Këshillit Mandateve, shkruar nga pala jon, po besoj që dhe në raportin tjetër, të palës tjetër, I keni të gjitha argumentat pse kërkesa rrëzohet.